Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish të së bashku ditën e sotme në kanalin në Monitor TV për të nisur maratonën tonë të gjatë të komentimeve. Sot do të hapim këtë ditë me një video, me një analizë, me një komentim të një ngjarje që ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brotherit që çuditërisht, nuk mori reagimin e produksionit. Të lënduar nga qëndrimet që Miri pati kundër drejt Mateos, kanë reaguar familja e Mateos për radhë të parë me një reagim në rrjetet sociale, duke ngritur pikpyetje rreth kësaj situate. Ato kanë shkëputur videon ku Miri po e kërcënon Mateon, edhe duke përmendur nënën e Mateos, që Miri thot unë po të kërcënoj ty, atë që të ka bërë ty edhe gjithë shqiptarin. Është një kërcënim shumë i madh dhe nuk e di se nga ku erdhi i gjithë ky mlef për ta kërcënuar Mateon. Në Instagramin e tyre, ato kanë reaguar. Po ndajmë këtë reagim publikisht për të sjellë në vëmendje një situatë që na ka shqetësuar gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother. Gjatë një momenti, brenda shtëpisë, banori Miri i është drejtuar Mateos me shprehjen jashtë do të merremi vesh. Fillimisht kështu ka nisur. Duke e pranuar më pas edhe vetë që kjo ishte një kërcënim, jo vetëm ndaj tij, por edhe ndaj familjarëve të tij. Miri e ka kërcënuar Mateon, Mateon, por edhe familjarët e Mateos. E kuptojmë që formati përfshin emocione të forta, thon familjarët, debate dhe tension, por besojmë që disa kufi nuk duhet të tejkalohen. Si familjar të Mateos, ndjejmë të nevojshme të ndajmë këtë shqetësim publikisht dhe të kërkojmë që situata të trajtohet me seriozitet edhe me kujdes. Për ne është shumë e rëndësishme, që të ruhet respekti dhe siguria e çdo banori, të mos normalizohen deklarata që mund të interpretohen si kërcënuese, të përcillet një shembull pozitiv për publikun. Ky reagim nuk vjen për të krijuar konflikt, por për të kërkuar më shumë vëmendje dhe përgjegjësi ndaj situatave të tilla. Faleminderit për mirëkuptimin. Familja e Mateos e adreson këtë reagim publik me patjetër kundërdrejt produksionit, i cili në këtë rast qëndroi shumë i heshtur. Unë me thënë drejtën nuk befasova, sepse nuk kishte të paktën asnjë lloj ndërhyrje të tipit Miri kujdes mikrofonin, apo të thërriteshte Miri në dhomën e rrëfimit për kërcënimin që bëri kundër drejt Mateos, që ishte një kërcënim jashtë zakonisht i dukshëm. Familja kërkojnë drejtësinë nga ana e produksionit. Mateo këtë kërcënimin nuk është se e mori si të mirë qëndë. Mateo ka vazhduar përsëri të qëndroj me Mirin, të ndan kohë me Mirin gjatë ditës së sotme. I pash të dy të ulur në verandë, po bisedonin për finalen e madhe, dhe mlefi nuk ishte nga ana e Mateos. Mlefi, urrejtja dhe inati erdhi pikërisht nga ana e Mirit, i cili, siç duket, nuk toleron asnjë gjë, dhe për luftën e madhe të ashtu quajtur të finales, Miri është në gjendje që të eskalon nga vetja. Reagimi ka ardhur nga ana e familjarëve. Ditën e djeshme ka ardhur reagimi, sepse kanë pritur gjatë gjithë ditës që mos të ketë ndonjë reflektim tek produksioni, mos të sjellën ndonjë zarf të zi. Unë kam thënë edhe në komentime që bëra dje, analizat që bëra produksioni në këtë pikë të lojës nuk sjellën zarf të zi, pa marrë parasysh se çfarë do të ndodhë brenda asaj shtëpie. Produksioni është duke bërë punën e tij, tani po merren me finalistat, kush do të jenë finalistat, po bëjnë skicat, nuk ju intereson në këtë situatë se çfarë flitet aty brenda. Tani a ka lëshime? Me patjetër që ka lëshime, dhe unë këto lëshime nuk dua të jenë brenda kësaj shtëpie, sepse banorët fatkeqësisht këtë vit kanë luajtur më shumë me familjarët jashtë se sa me lojën brenda. Në fund të ditës,
kanë se çfarë kanë ato me njëri tjetrin, bëjnë se çfarë bëjnë ato me njëri tjetrin, nuk kanë faj familjarët jashtë. Familjarët jashtë nuk janë fajtor të inateve, të mlefeve, të urrejtjeve që ato krijojnë aty brenda. Miri nëse e ka inatin supozojmë me Mateon, le ta mban urrejtjen edhe inatin me Mateon. Jo të del përtej saj për të ofenduar Mateon deri në atë shkallë që të përmendën edhe nënën e tij. Çuditërisht domethënë, jam befasuar që këtë gjën e kanë mbështetur dhe familja apo rrethi i Mirit, të cilët nuk kanë reaguar me një status në Instagram, qoftë për të kërkuar falje për formën se si Miri doli nga kontrolla. Tani, kjo si gjë, domethënë kjo si diskutim, si debat, do t'jetë të shtunën në Prime, sepse është një ndër debatet më të forta që ka ndodhur brenda këtyre ditëve, brenda asaj shtëpie, nga që nisi që me Brikenën, më pas përfundoi me Smirit dhe Mateos. Miri i imponuar në këtë debat, më duhet ta citoj disa herë, nga ana e Rogertit. Domethënë Miri nuk ishte pjesë e debatit. Rogerti e bëri që Miri të jetë pjesë e debatit. Dhe për këtë gjë, unë uroj me zemër që të ketë një lloj reagimi të paktën nga ana e familjarëve për ta treguar atë njerëzillikun e tyre, se në fund të ditës a ofendohet nëna e Mateos, a ofendohet nëna e Mirit, janë nëna në përgjithësi, domethënë nënat nuk janë pjesë e Big Brotherit. Në Big Brother loja duhet të luhet midis Mirit dhe Mateos, midis Rogertit dhe Selinit, midis Brikenës dhe Shëndritit, dhe jo midis familjarëve. Por unë e pashat në atë egon e madhe të Mirit, atë koklartësinë të madhe të Mirit, atë inatin e madh të Mirit, dhe për këtë gjë Miri veproi në këtë formën që, domethënë, ishte në atë gjendje që të nxjerrën nga goja e tij lloj-lloj fjale. Unë mendoj që Miri pak ka humbur ekuilibrin, nuk është ai Miri që ne duam ta shohim. Po mban ca statuse që nuk janë të duartërokitshme, por gjithsesi është qëndrimi i tij, është mendimi i tij, por unë mendoj që të shtunën Miri do të ngrihet në Prime t'i kërkon falje Mateos për fjalët e thëna, sepse unë e di që arbri do ta gjuan jashtëzakonisht shumë Mirin, edhe nga fakti që nuk ja dha arbrit në asnjë mënyrë dorën. Kjo është mendimi im rreth kësaj ngjarje, ndërsa familja e Mateos me të drejtë e kanë që të reagojnë, e mbështes reagimin e tyre, sepse në fund të ditës një reagim i tillë do të bëj shumë për argumentin nesër që Miri do të ketë në momentin kur do del nga shtëpia. Pse e thash atë fjalë? Domethënë, familja e Mateos vazhdojnë të jenë suportues jashtëzakonisht të mëdhenj të kësaj marrëdhënie.